أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد اللهم falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për të ligave të shpirtit tona që Allahu subhanahu wa taala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb. Ndërsa atë që në lënë të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Më lëni radhë të parë t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begashme dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Kemë arrit në kapitullin Kitabul Fitan, te kapitulli i tretë që Imam al-Bukhari rahimahullah e ka rëndit ku thot babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam halaku ummeti ala yadai ughaylimatin sufaha. Thot në kapitulli fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkatërimi i ummetit tim do të bëhet në durt e disa djelmoshave mendjelehtë. Imam al-Bukhari rahimahullah në këtë kapitull e ka përmend veç një hadith. E ka nxjerrë veç një hadith që tregon rrezikshmërinë e kësaj vepre. Është hadithi të cilën hadith e transmeton Sa'id ibn Amr ابن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. Thot Said ibn Amr ibn Said më ka tregu gjyshi im se thot isha ulur me Ebu Hurejrën radiallahu anhu në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa me ne ishte Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam është baba do të thot i Abdul Malik ibn Marwanit, që llogaritet pe xulefave, pe prisave të dinastisë Emevitet, që i cili ka qit temelet pas aty në problemeve, se i pari që 20 vite e ka mbajt dinastin Emevite është kush? E dini? 20 vite, kush e ka mbajt dinastin Emevite? Një sahabe. Muawija radiallahu anhu. Pas vdekjes Muawijes, e Muawija në cilën vit ka vdek në vitin 60 hijri. Në vitin 60 hijri ka ardhë khalife kush? Jezidi. Kur ardhë Jezidi ka nis telashet. Tani ardhë Jezidu thani, Jezidi i dytë, djali Jezidit. Tani ka ardhë mbas Marwani, që kjo që kon ulum me Ebu Hurejrën xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e tani kjo ka jep djalit vet kuj? Abdul Malik ibn Marwanit. Khilafetin Abdul Malik ka jep Walidi Sulejmanit, pas Sulejmanit Omar ibn Abdul Azizi, tani ka ardhur Muhammad ibn Hisham, mbasi Muhammad ibn Hishamit ka ardhur, domethënë kanë ardhur khalife të tjerë, domethënë që deri në vitin 123 ka vazhdu khilafeti dinastisë Emevite. Thot ishim të ulur thot me Ebu Hurejrën në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me ne ishte Marwan ibn al-Hakam. Ebu Hurejra tha sami'tu Sadiq al-Masduqi, e kam dëgju, thot Ebu Hurejra radiallahu anhu ka thënë, të sinqertit që është thënë e vërteta, është fjala përkan për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë halakatu ummeti ala yadai ghilmatin min Quraysh. Shkatërimi i ummetit tim do të jetë në duart e disa djelmoshave prej Qurayshve. Faqala Marwani tha la'natullahi alejhim ghilmeten, Allahu tha i malkoft ata djelmosha. Ebu Hurejra tha lau shi'ta an aqula bani fulanin wa bani fulanin la fa'altu. Tha Ebu Hurejra
po të doja, do të përmendja edhe emrat e beni filan, bit e filanit, do të Ebu Hurera i ka ditë edhe emrat. Pse? Se pejgamberi s.a.s. dashurit e mia ka kallëzu emrat. Ebu Hurera e ka ditë kush kanë më konë ata njerëz e fitness. Tash ma vonë kemë me kuptu. Kemë me kuptu sa një hadith në Sahih Bukhari, që thot i kom marrë dy kese apo dy thas dije prej pejgamberit s.a.s. apo me thonë ma ndryshe dy lloj dije. Një lloj dije thot Ebu Hurera thot ja kom kallëzu krejtve. A një thot se kom kallëzu. Ka thonë sikur se kisha me kallëzu çka? Kish me më shku kryt. Pse i ka ditë edhe emrat e Ebu Hurera radiallahu anhu. Po tash vim aty inshallah taala. Tha Ebu Hurera, "Lau shi'ta", nëse don tha unë kisha mi përmend ata janë bit e filanit e bit e fistekut, le fa'alt, kisha me bëu këto. Fa kuntu akhruju ma'a jaddi ila bani Marwan. Tha tash po tregon domethën transmetuesi i hadithit, thot Said ibn Amr ibn Said, thot delsha me gjyshin tem tek bite Marwanit të cilët ishin Sham. Khilafeti dinastisë me vite ka qenë Sham. Tha, shkum atje, një vizit. Kur dolem atje, tha gjeddi, gjyshi jam, tha thonte, fa idha ra'ahum gulmanan ahdathan, qala lana asa haulaj an yakuna minhum. Tha kur ishit e këta djelmoshat prej dbive të Marwanit, që udhëhesin dinastin e me vite, e ishin të ri, dhe këta mund t'jen ata, për të cilët na ka fol, kush? Ebu Hurera radiallahu anhu, tha e na i thëshim ti e ma i diturin mesin tonë. Që kjo është hadithi dashurit e mi, që Imam al-Bukhari e ka përmend në këtë nën kapitull. Në radhë të parë, halaku ummeti ala yadi ugaylimatin sufaha. Çuçi ka emru Imam al-Bukhari. Shkatrimi i ummetit do të jetë në duart e disa djelmoshave, mendje lehtë. Çka në të kupton këtu djelmosha? Mas parti fjala ugaylime në gjuhën arabe i thojnë ismu tazghir. Është ismu tazghir i fjales aglime. Aglime o djalosh. Djalosh është ismu tazghir. Tash këtu thot Sheikh Abdul Karim al-Khudairi duke komentu këto thot imma tazghirun li asnanihim fahum subyan, ose thot i ka zvoglu pejgamberi s.a.s. emrin e djemve ka thonë djelmosha në aspektin se ata jonë dvegjel me vjet, do më thonë në vjet, apo jonë me vjet kanë shumë, po mend i kanë dvegjlive. Nan pej e përdorim një fjallë, nuk di ona ju në dhojnë fëmijaq. E kënë di fjallën fëmijaq? Do më thonë kër njeri është fëmijaq. Njeri fëmijaq mundet më konë qka? Mi pasë dhe 50 vjet. A ka kësine? Nëse s'den hajde tonë t'i kallëzojnë edhe t'i kallëzojnë do ausafet tëne, që ndështë ta për fat keq, ka dhe në mesin të musliman me për fat keqësine. S'po i përmendis të tani edhe nohën, me o përmend cilësit. Se njeri 50 vjet, pasha Allahun që është një havudan, i ka që 50, e qova lërë, 40. Si ti bën 40 e mandej, du të mja njësë logarit ndryshme mi bo. Nuk do me thonë që edhe ma përpare, jo edhe përpare du të mi bo, vesh, kur ti bën 40, që të rosh mosham, do më thonë ajo kolmi pjekurisë, nëse edhe denjë 40 vjetë, nëse si e pjeka, vëtan, do të me i qut durët për i teje, se tut na që i mo, kur s'ki mu pjek. Thot, fjala do thot, edhe një herë, ugaylime, është zvoglim i fjales aglime, dhe ky zvoglim mund të ketë dy kuptime. Zvoglim i vërtet, që ata në dvegjel në vjetë, në kupton, apo, ose zvoglim për çmues që në kupton, i kanë mendimet e dvezlive, jonë me mendime të mendjehledve. Për atë arsy, cilën do qofshin ajo mosh, do të thotë, cila do qoft ajo mosh, mendimi i njereu duhet të jetë mendim i pjekur. I pate vjet shumë, pate vjet pak, ti duhesh me ndjek të denjen. Kur të flet duhet me fol edhe si i madh. Unë në ligjeratat e mia atje, e kom përmend, edhe sonte e përmend, e kisha një takim para ju, se me ju, një mezlis me do vllazni këtu, në Prishtinë, edhe u përmend në një rast. Që që të më thonë se njereu, dashurit e mi, njereu,
nuk bosh i madh dhe nuk bosh burr pse ti ke vjet shumë. Ti mundesh me pas vjet shumë edhe me qenë me ndjelet. Pe përmendin një rast që ja përmenda vllaznive sonte, po kam qef edhe me ndodhe me juve, kush ka aty se pishon një 2-3 që po ndoket kanë aty, kjo ripërsëritje për ata, për ju të tjerë që asë nikone ndini tash. Omeri radiallahu anhu dashurit e mi, ka dalë një ditë për i ditëve në Medinë të hec, edhe i ka po një grup të fëmijëve, janë mbledhur të lutë, ama petini Omeri ku shkon. Omeri ju kanë tut të mëdhajt e dvegjlit. Këtë ju kanë tut. Bile me përmendi tekstualisht, se se te praj, rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas mos pajtim me Aishën radiallahu anha. Edhe i ka thonë Aishës, ata marim një njeri me gjyku mes neve. Ka thonë Aisha po. Ka thonë pëthirim Omerin. Ka thonë, jo, ma qëfar Omerin? Omerin, jo, ma qëfar. Ja, ka thonë, zban Omerin. Ka thonë, Omerin nuk ban me thirë. Ka thonë, anë e ta thirin babën tënë? Ebu Bekrin, kush pranon me pas babën? Ka thonë, po thire, ardhe Ebu Bekri. Ka thonë, ja Ebu Bekr. Ka thonë, Ebu Bekri, kena një mos pajtimun edhe Aisha. Gjykana. Ka thonë, ja Rasulallah. Ti e Rasulallah, me të gjyku, ama qërë drejtësia e Rasulallah s.a.s. Që farë buri madhe konë. Që ta ne dojmë Rasulallah s.a.s. ma shumë se gjithë kanë, dojmë ma shumë se vetën, se babalar tonë, nanat tonë, se gjithë kanë bre. E du të me dashtë, dhe hako është me dashtë këtë njeri. A ka mujtë Rasulallah s.a.s. me mujtë Aishën me fjallë? Pasha Allah në kishë mujtë. A pejgamberi s.a.s. ka dashtë me tërgu drejtësinë e ti, sa i drejtë. E pëse ka mujtë me mujtë Aishën me fjallë, dhe ka ditë që pejgamberi s.a.s. më ndrejtën. Ka pranu me zbrit, me u gjyku, me gjyku dikush tjetër. E ka thirë Ebu Bekri, ardhe Ebu Bekri radiallahu anhu. Ka thonë, gjykana. Ka thonë, ja Rasulallah, ty me të gjyku, që të ka zbrit vahi, pejgamberi Allahut. O, ka thonë Ebu Bekri, gjykana. Sam'an wa ta'an, ka thonë, dëgjushmëri dhe nështrushmëri ndaj teja, Rasulallah. Ka thonë, falja Rasulallah. Ja ka njësë pejgamberi s.a.s. me folë. Të folë pejgamberi s.a.s. Aisha ka ndërhy. Kër ja ka ndërhy, Ebu Bekri tash, për balë vajzës, se cilë e ka një farë lirije për balë vladit vetë. Si ka ndërhy, Ebu Bekri ti ka rënë që po ndërhynë, Aisha u që ka dosh mja hi. Kër ka dosh mja hi, Aisha u që tak, u pëshem vas pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Ebu Bekri ka thonë, pejgamberi s.a.s. ka thonë, Ebu Bekri ka thonë, po në të thira, ka thonë, me na gjykus të thira me reti këta, thonë. Tha dhe Aisha që ja përmend ke pejgamberi s.a.s. Të ke, apo të kujtohet, thot, kur të kom mbrojt, thot, për i babës tonë, kur ka dash babajt me tre. Që sa i drejt ka qenë pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam. E Omerit dashurit e mi kanë tut krejt. Me gra, me bura, me fmi. Tu ka lu ata fmit, tu lujt, që shluj fmit në për lagje, pa kalon Omeri, po iki fmija. Po iki krejt, vesh një porin vendin e vetë. Porin që aty s'po leviz për vendit ti. Omeri për i thot ta, e pësës ike, thot e me shok? Pse ndajte këtu? Tha, pse tha, o prisi i besimtarve me iku në piteje, tha, kon bo do i gjuna? Tha, gjuna s'kon bo që i me ik, që mu të tutun e ty. Pas ta i tha, ama që qëfar burnije? A Allah i fmi ky, ama që shtu veç burat folin. Tha, pse o prisi i besimtarve, apo do këta që rruga është e ngushta? Rruga është me gjonë, hecë rrugës tonde. A di ku shkon që kë? O kon Abdullah ibn Zubejri radiallahu anhu, që pejgamberi s.a.s. një dit e ka bo hijamen, kër e ka bo hijamen, dashurit e mi, i ka thonë, mere gjaku në hijamës, më shefe dika që më nështë të she, askush përveç Allahut. Askush iq, është ku e ka marrë e kapi. Kër e kapi, ka artë e pejgamberi s.a.s. ka thonë, o Abdullah, e më shefe gjaku, ka thonë, po ja Rasulullah, kur kush nuk është e veç Allahut. Tha, ku e le? Tha, e kon pi, ja Rasulallah. Pejgamberi s.a.s. Tha, qysh, bane, tha, e ke pi? Atër pejgamberi s.a.s. boni doa për ta, tha, bane bereqetshëm këta. Edhe bane dëvatshëm. A disa u koni dëvatshëm që kjo Abdullah ibn Zubejri dashurit e mi, kur është falë namaz, kanë ardhë plumat, i kanë ndajtë në kokë, kanë kujtu që o dëru. Ama di kush e ka vra? Haqjaj Zullumi e ka vra. Allahu e vraft. I pari që orën qabe edhe ka gjytë qaben me katapulta, është aje ka vra, Abdullah ibn Zubejrin e ka vra. Që ta plot për ulemave, ta zhvim këto të këfjale e Merwan ibn Hakem që ka thonë, la'natullahi alejhim, la'natullahi ala l'gulman. Që i ka thonë, Allahi malkoft
Allahu i malkoft, la'natullahi alehim ghilmeten. Allah i malkoft ata djelmosha. Tash vim të meselja, bën me malku, as bën me malku, po nuk po du me përshpejtu. Këto e veç e përmenda si ndërlidhe me tërgu se kush ka qenë, do të thotë Omeri radiallahu anhu, edhe si është burëria. Burëria mundet më koni njëri shumë i ri, me pas pak vjet, mja u kalu plot njerëz që kanë shumë vite. Imamul Bukhari, vetë kë zotëria janë, shoqëruesi janë. Unë kom ka njerë, ka pak si humor, në ditë keni musafir, jo jashtë pesë, po mrenda pesë pishim kafe, po piva kafe pak me tash, jo gatë, për javë, thash po shkoj, thash se më ka një musafir, thash e kom pi Bukharës një musafir. Tha, hoq, kush ka e tha të shahja, thash Imam Bukhari, unë e kom me këtej, bo të më prit e kom lën libri qelë. Edhe na e kena qëtashe në musafir të Imam Bukhari, të jena na, unë me ju. Wallahi që kjo sharef, pasha Allahun, ju betonan Allah subhanahu wa ta'ala, unë e pe i bëj 80 kusur kilometra për 5 me ardhë me mbëj që dërës, veç për mu klasi, me ardhë në mesin e juj, me ledzu që ka shkru Imam Bukhari. Për deri sa, këta të shtrand, këta very iblis person, e dini kush o very iblis person? Unë e ju thëmë këtë në VIP-ve. VIP, very iblis person, e nuk është qështu, po unë e u kumë qitë, very iblis person, se sa ma dreq, aq ma inje, ma shumë gjohin njerëz, sa ma budol, ma shumë lojka. Për deri sa ata me budalakit e të në mburen, edhe krenohen, pëse mos mu krenuna me më Bukhari unë? Pse mos mu krenut na që po lexojmë për Kitabul Fitan? Po vallaj që kjo, për mu, për Ernest Gogën, po flas, pasha Allahun, për mu është krenari me thonë, ka thonë Imam Bukhariu. A ti pse? Sa di sa buri i madh para Ernest Gogës, ka thonë Bukhariu. E me hitin, në reshtin, e burave të mdhajt ymeti që ka thonë, se këtë dynje ka dy rrugë. Ka thonë Bukhariu, edhe ka thonë shejtani. Ta shcidhen po dënë ti. Apo do më kodë safin e Bukhariut, anë safin e shejtanit. Ja valla, unë e besoj që edhe ti edhe unë na dojmë safin e Bukhariut, edhe pse ka ndoshta në këtë zemon tonin, ndo që e kanë nisë edhe shibla me qitë për Bukhariun, po, kur ishin i disa që po qesin shibla për Imam Bukhariun, veç pritja një dakiki se devimin të dera e kanë, jo që na bëjnë qefin neve që ata devimim. Shembullin më të mirë e kënë po para do ditëve, edhe pse kjo më të mërzit, ajo që dol, ajo hoxhanica, në Fojza, që pa dalë para do mujve, thëllë ke Bukhari, Aisha, tha e ka hek shamin. Qu do mësë, që shamin, mus po më do këtë që i ka hek shamin, po tu da që ditë edhe flok kom i hek. Se që kjo rruga, kur të prek tek evdijat e Zotit, vallaj, bila që shtë Shekull Islam ibn Tejmije, nëse djetarët nuk jonë evlijat e Allahut, s'ka evlija. E kujdes, kur të folë dikush për djetarin, kur të folë për një njeri dijes, e lemo kur ka të bëj me kolosat dijes, rrudhe gjuhën. Kujdese, vallahi, fjala për një djetar, dë bën zarar ma shumë se helmi. A unë e di që ka disa mendje hlet, që të cilët që është të këtu 72 në të una përciju, të tash duha ki zotit din kush është në brenda këtuhit, ama në për TikTok e kësine, kur pisha do, po që ditë në bëtham, mos që kem gabu mërë vla rrugën na, që një 20 e kusur vjetë mbi liber të mësu dhe gjdo ditë po mdo këtë veqa që kur gjosim të ditë për fej. Ha ma gërë pisha disa live që do po dhe, avan ja rabbi, mos ka ju vjen vahi mërë Allah që të ne. Ama ja, po vahi po, sa e vërtet, këtëne ju vjen vahi, ama vahi shejtanit. Jo vahi Rahmanit. Se vahi Rahmanit me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intehel emru, kam përfundu. Allahu na përmisov gjendjen tonë, ja Rabbel Alamin. Atëre, për mledhe do të thotë është se këta ose janë të rinë mosh, ose janë, do të thotë, me veprimet të mendje lehdve. Pastaj thotë, qale kuntu jalisen ma Ebu Hurejrate fi mesgjidin Nebi s.a.s. Tha isha ullur, thot me Ebu Hurejren në gjamin e pejgamberi s.a.s. dhe me ne ishte Marwani ibn Hakem. Ebu Hurejra tha e kam dëgju Sadikul Mesduk, e kam dëgju të sinqertit që është thënë e vërteta, pejgamberi s.a.s. dhe më thonë. Heleketu ummeti ala jedej grilmetin, shkatrimi ummetit tim do të jetë në duart e disa djelmoshave Kurejshit. Kurejshit e ka precizu. Sufaha u min Kurejsh ka ardhë në Musnedin e Imam Ahmedit, në Sunen e Nesaiut, është përmend, do më thonë, shtoj sa e hadithit, sufaha
minën Kurejsh. Disa mendjellesh pi Kurejshve. Tha kale Marwan, la'natullahi alejhim, Marwani tha, Allahi malkoft këta djelbosha. Atëherë Ebu Hurejra, radiallahu anhu, çka i tha, unë më ti përmend, tha dhe emrat. Para kësaj, tash po vim të ajo çka thash më herët. A bën me mallku besimtari? A bën me mallku besimtari? Qysh ka thënë Sheikh Abdul Karim al-Khudairi, thot qad ikhtalafa ahlul ilmi fi la'n adh-dhalim al-mu'ayyan min al-muslimin. Thot kanë rënë mos pajtim dietarët, njerëz të dijes, në mallkimin e zullumçarit në emër të përveçëm për muslimanëve. Me thonë, si me thonë, për shembull, me thonë, pezojmë, Zejdin, Allahu e malkoft. Hasanin, Allahu e malkoft. Që tu ka mos pajtim. Çka është mos pajtimi, çka është ndëgjeje. Thot Imam Ahmedin, kër e ka pyet djali vet Salihi, për Jezidin, Jezid ibn Muawija. E ka pyet, i ka thonë, inna qawmin yaquluna innahum yuhibbuna al-Yazid. Disa për njerëzve po thojmë, ne e dojmë Jezidin. Çka i ka thonë Imam Ahmedi? Ja bunaj, hel yuhibbu Yazid ahadun yu'minu billahi wal yawmil akhir? Ka thonë, e don Jezidin ai që beson Allahun edhe ditën e Kiametit? Fakultu, ja abeti, فلماذا لا تلعنه? I ka thonë Salihi, ka thonë Emir Bab. E ti pse s'pe mallkon, s'e kanë dikur babën të mallku? Pse s'pe mallkon ti? Qala ya bani, mata ra'ayta abaka yal'an ahada? Kur e ke ndi thot babën tënd ti të mallku? Kur e ke ndi babën ti të mallku? Pse Imam Ahmedi se ka mallku? Pse se nuk është piti parave të besimtarit me mallku? Po a ka momente kur lejohet? Po ka momente kur lejohet. Atëherë çysh do të thotë kur o momenti kur bën më u mallku një person, se besimtari në radhë të parë, besimtari nuk është ai që shpif, nuk është që mallkon, nuk është ai që përdor fjalë të dyta, besimtari i pastër për këtëne. Prandaj njeriu i takon çka? Me rrugën e tij. Pse çka do të thonë, çka o kuptimi i lanetit? A din dikush më shpjegou se më ka thallë pak fyt veç të pi pak ujë? Tardu mi rahmetillah. Kur i thosh dikuj, lanatullahi alejk, Allahu të mallkoft, nën kupton, Allahu të largoft për rahmetit ti. E kon Allahu largon për rahmetit ti, a shpëton nesër ditën e Kiametit? As dunjas ta kërës shpëton. E tash besimtarin këto duhet me rrugjuën, pse se kur e mallkon ti dikon, e keni po do mujahida i thonë në TikTokit. Tha don me bo mubahale, a don mu mallku, po i shkret ma ka dole, se mallkimi është i madh. Ajo me bo mes me qitë në vendin e duhur të kthehet ty, kur mallkon dikush thot, Allahu e mallkof filonin, ajo fjalë shkon qiell. Se pranon qielli, kthehet tokës, se pranon toka. I kthehet personit që ju thon, nëse s'është meritor, ku i kthehet? I kthehet atij që e ka thonë. Për çata muslimanët e partë hershëm ju në rujt. Por a ka momente kur lejohet? Po, ka momente se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mallku. A ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Po, ka mallku me cilësi. Ka mallku me cilësi. Po ka mallku edhe me emra. Një muj dit i ka mallku me emra. Allahu bas do namazit sabahut ka bo kunut. Mbas ruqus, të rëshatit dytë i ka ngrit dorë, ka thonë, o zot, mallkoj filanin, mallkoj fistekin. A lejohet kur do të të zullumi ati njeri është i madh. Edhe po i bën zullum muslimanëve, nuk po rrin rahat musliman për ti. Zullumi i ti po dën me shkatru gjithçka. Lejohet me bodullah edhe në emër të përveçëm. Ama këtu në raste specifike edhe këto e vendosin njerëz të dijes. E vendosin njerëz të dijes kur duhet, kur s'duhet. Ku ka argument pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Njeri më i ditur rokon. E kanë dëgju sahabët, kanë vepru si pas ti. Na pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kena prezent, i kena dietar ton, dishëm, atëri i pyesim i thojmë, a bën asban na tregojnë. Andërsa në usaf në cilësi, po ka hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thot, la'ana Allahu sariq yasriq baydata fa tuqta yaduhu. Allahu thot e mallkoft. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Allah e mallkoft hajdutin, hajnin. Vjedh një vezë dhe i kputet dora. Ama çtu do ja jap një nasihat. A hadithi i vërtet? Po. A në Sahih Buhari? Po. A kanë përkthy fjalën vezë, kanë përkthy në shqip. E kanë përkthy.
ama mos sungut. Se dikush tani del bën hajgare me ne. A i këputet dora njerit për një vezë? Tash dikush thot, po hoj, hadithi po thot. A ka thot hadithi apo? Ka dale habibi jam. Se fjala bejda në arabisht ka disa kuptime. E ka kuptimin e vezës, po e ka kuptimin edhe helmetes, e ka kuptimin edhe të litarit, e ka kuptimin e litarit, do më thonë, i thonë litar ankorus, që të ditë e kom su dhe vetë se kënë shanë dikur këtë fjallë, copi jom bon në fjallor të e lypë, desa i rashën fije. A di shka është litari ankorus, ishë që po lidhë ke në malë kur shkan në bregdet, atje ku e ka, me thonë a i molli që i thonë, parkingi janijeve, kur të lidhet me atë litarin, që ati i thonë, e a i bon pare, nuk e pak që i banë. Ma kuptime ka që ta ka... Apo thot pejgamberi sa kur të nxjerrni një hajn që e ka vjedh një nivo dhe këputja një dorë, a këputet dora mërë për nivo njerit? Jo mërë. E kur këputet dora? Sa, a e ka caktu shëriati Allahut? Po. E ka caktu, do më thonë, ka thonë, pejgamberi sa në hadithin e Aishës radiallahu anha, taqta'u l-yadu fi rub'i dinarin fasa'ida. Këputet dora e hajnit kur vjedh një qerek dinar e përmbi. Sa është një qerek dinar, tash na me dinar s'punojmë, dinarët janë konë për shkafit, pej arit, dirhem pej argentit. Sa është një qerek dinar, me marë me zbritin kohën tonë, i bjen 1 gram, 1.0625 gram. Që i bjen me para, disa i bjen me para, sot e flyta një argentare, këmë thirë, apo me më kalëzu sa bojnë, i bike 127 euro e 50 cent. Dhe me thonë, hajni nëse vjedh 127 euro e 50 i këputet dora. Vjedh 127, si këputet dora. Ama kush e bën këto? E bën shariati Allahu subhanahu wa taala. Tash jo me ndiku dikush e ta, më thonë, Allah po ja këput këtë dora, hajnë atu sa hajni në Kosovë, opton, i lën pa dur, i lën krejt. Gjysa mbesin pa dur mbesin. Ja, këtë e bën kur ka shtet, që gjykohet me Kur'an, me sunnet, ka udhëhec musliman i cili do të thotë gjykon me Kur'anin, me sunnetin, me dispozitat e Kur'anit dhe sunnetit, këto janë veprimet. Nuk ka. Na nuk merrem me atë punë. S'merrem me atë punë. Atëre, pejgamberi sa sem do të thonë për këtij hadithi na tregon se ka mallku sipas cilësive. Pastaj ka mallku me emra, ka thonë, Allahumma l'anil fulanen, wa fulanen, wa fulanen, o zot malkoj filonin, deri sa Allah ja kanë zbrit një ajet, ka thonë, lejse leke minel emri shejon, ti nuk ke asgjë në dorën këtë çështje. Edhe e kalon pejgamberi sa nuk ka bo mu dua kundër tëne. Pastaj thot, Ebu Hurajra, nëse don thot, unë ti kisha përmend emrat e filonit dhe fistekit. Çtu vjen ajo që e thash në fillim të ligjëratës. Ka ardhë hadithi është i Ebu Hurajrës, hafidhtu an Rasulillahi s.a.s. wi'a'ajni, kam mësu, thot për pejgamberi s.a.s. 2 thas e përktheja, apo 2 strajca ilm, apo 2 lloje ilmi, dije. Fa ahaduhuma fabathathtuhu, një prej tyre e kom shpërndall, e kom stregu. Një tjetër thot nuk e kom të regu, se sikur s'te kisha me të regu, kish me mshku koka. Edhe Ebu Hurajra, dashurit e mi, e ka bo gjithë një dua. Çfarë dua e ka bo Ebu Hurajra? Ka thonë, Allahumme inni a'udhu bike min arresi sittin, wa imaratu sibjan. Ka thonë, o Zot, kërkoj mbrojtje të ti prej vitit 60. Dhe prej udhëhecave me ndjelet. Edhe Allah ja ka pranu duan Ebu Hurajrës. Ebu Hurajra kur ka vdek në asah akual, thuhet se ka vdek në vitin 58 hijri. Se ka mbri, 59 ka vdek kush, Muawija 60 ka ardh Jezidi. Apo në 61, ka një farë diskutimi. Ebu Hurajra u lut, ka thonë, mos ma mundso Zot me arrit vitin e 60, edhe Allah subhanahu wa ta'ala ja ka pranu lutjen Ebu Hurajrës radiallahu anhu, edhe kështu thot të regon pastaj Amr ibn Yahya ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id, thot kur isha me gjyshin tem, Sa'id ibn Amrin,
kur mbrim tek bitë e Marwanit, të cilët ishin mbretërit e Shamit, kur ishin të ata thonte, kur ishin të ata do thot gulmanën ahdatha, djemtëri për i tëre, thëjke këta mund t'jen ata që ka paralajmëruar Abu Huraira, ka paralajmëruar për ta, edhe ne i thëshim te më i dituri, te din mas miri. Dashurit e mi, që kjo është ka të bëj rreth kapitullit. Kanë shku 30 minuta, po du veç edhe 10 minuta me e përmbledh diçka rreth kësaj që une për veti personalisht besoj që une edhe ju pajtoheni me mu, edhe plot hoxhallar të vendit ton shpesh herë na rënkojnë pe i veprimeve disa djemve të ri. Po ka djem të ri, dut që ka thonë vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thujet të vërtetën nëse edhe ajo të godet ty, dut me folë të vërtetë, dut me i përmesu, ne i kena vllazën në radhë parë. Ama ka disa djem të ri kanë herë që ja japin vetës drejtën me folë për gjëra që ato gjëra i te i kalojnë do thot ato, po thon kushtimisht, voltazhin e trunit tëne te i kalon. Dikush e ka trunin e ka 1.1, ama fol 5.0. Mos se ki trunin atë kapacitet. Nuk je i asaj lamije, mos faloj dashur jam. Kujdes. Wallahi billahi se dikush ndërton shumë, edhe hek me ndërtu, vjen dikush e prish ato për 5 dakika. Kjo që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se ka thonë, do t'jetë shkatrimi i ummetit tem, këtu për qëllim ka thonë ulemat është për në kohën e ti që ka folë, për pjesë e kohën e ti, po ka thonë nuk nëzirën edhe ata që ka vinë pas. Çdo kush që ju ngjason atyne në shkatrim, hin hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe na jena vetë dëshmitar sot auton. Wallahi ka plot për fat keq që janë të shkatrojnë me gjuhët e tyne. Folë, ka thonë filoni, po ka dalë me ku pe din ti që filoni që të ka thonë, ty ku pe din ti që ajo është e vërteta. Qysh me e marrë vesh është e vërteta? Këshire vëlla ulemat e ummetit. A ka mbet ummeti pa dietar? Jo. Ummetin ton ka plot dietar të mëdhej. Çka kanë thonë dietar të mëdhej për këtë punë? Pasha Allah, nëse dënë me shpëtu, me qenë rahat në dynja edhe në akhiret, bënu si Sufjan e Thauri. Çka ka thonë Sufjan e Thauri? Ma të kellemtu l'kelime, thot, nuk e kom zirë një fjallë pe i gjuhës teme, pa e pas dikon ma ditur se une që e ka thonë atë fjallë që e kom thonë une. Nuk kom thonë një fjallë, se kom zirë një fjallë pe i gojës, pa e pas dikon ma të madhë se une ndije. Kjo kriteru i dashur jam. A di që me folë njeri pa dije, me folë njeri do të tëtë pa e njoft ato, o shumë e rëzikshme të Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Allah thot mos u çaz gjëra, mos fal për gjëra që ti nuk i dije. Se dëgjimit, shqyqimit, të gjitha janë përgjithësi për Allah subhanahu wa ta'ala. E dini rastin konkret, rastin e njohur që besoj se cilë e keni ndëgju për hoxhallarëve, e keni ndëgju atë personin në luftë me sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili e ka jep mundin më të madh në luftë. Edhe këtë sahabët kanë thonë, kjo është xhennet li. Kur i ka ardhur fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Bel huwa fi an-nar, ka thonë, kjo është zjarr. Ka thonë, ja Rasulullah, njeriu i cili ka bo përpjekjen më të madhe në luftë, asnjë sinë s'ka bo sikur sa ti po thosh në zjarr, pse ja Rasulullah? Çka është rivajeti i njohur? Tha e ka mbyt ai veten, ai sahabe kanë me kompone, apo a keni ditë çështë? Rivajeti tjetër që ndërlidhet me ngjarjen që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kana yatakallamu, ka fol për gjëra që si kanë takuar ati me fol. Ja Allah, ka bo luft me sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me pejgamberin alayhis salam, a ti çfarë do të thonë me pakon luft me pejgamberin alayhis salam? Me pas komandant luftës Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma dhalik ka thonë ka fol për gjëra që si kanë taku. Abdullah ibn Mas'udi ka thonë nuk meriton ndonjë gjë me shti në burg, me prangos ato dhe me shti prapa grilave gjatë ma shumë se gjuhën. Ruje gjuhën doshirem. Mos fala u thonë. E sidomos, vallahi billahi, kur çështjet janë të mëdhaja, kur çështjet ka mos pajtim mes dietarëve, nuk të ka jep Allahu drejtën ty, as mu me dal me i pret çështjet, na disa pineve jena të lujt, domethënë në rolin sikur se ai polici që o dalë mban rregullin në komunikacion. Kallzon se kush do të më shku këdej, kush andej. O Abdullah, ubud rabbek, adhore Zotin tënd, përmirësoj veten, familjen tënde,
Mos u merr filoni e fisteki, vallahi billahi, unë nuk po e them që edhe lut Allahun që në mesin e yt mos sket kësë. Po këtu janë çora, tu ndëgju edhe të tjerë, edhe 70 tjerë janë tu ndëgju këtu. Hena po thon, vallahi na bë gazi i dynjos, se sidomos po u lo amanet nëse dikush ashtu e përdor kët TikTokin apo thon. Vallahi i bret janë tu jap muslimat në TikTok. I bret. Unë po them, unë si hoj. Edhe çto fjalë që jam të thon, po i them me plot vetdijem të i thon. Mos me pa mësun me dinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mos me pa marrë vesh Kur'anin edhe Sunnetin. Me hin në internet, me ndëgjues ta për Islam kur musliman si shabu. Ta gëditin Islamin këta vëlla. Njoni s'len kënd pa qit pi dinit. Ky tjetri s'len kënd pa e bo bidatçi, ky tjetri s'len kënd pa e bo musliman. Ka dalë Allah i dashur vëllai. Asti se ki mirë, asti asaj tjetri. Ka dalë ky din ka rregulla, ka parime. Ama mbajeni në mend, nuk e njëni njeri që ka shku pas dietarëve të vërtet, ka hec pas tyre, i ka ndëgju, ka marrë dijen prej durve të besueshme. Qysh ka thonë Muhammed ibn Sirini, inna hadha ilmun dinun. Kjo dije ka thonë është fe. Feja s'merret me gjithkuj. Feja ka të bëjë xhennet dhe xhehenem i dashur jam. Ama ajo merret me marifet, edhe merret prej rrugëve të duhura. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahu më na përmisu gjendjen tonë, më na i falë gjunahet tona, atu kja kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabu për me dhe shejtani, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Kapitulli radhës, na vjen, thot, wejlul lil arabi min sharri qad iqtaraba, thot, mjerë për arabet sheri cili ju është afru, atyre, inshallah ta'ala, në takimin tonë të arshëm, do të trajtojmë këtë temë, wallahu ta'ala alem. Allahu shpërblet.